Atëherë afër me kush tjetër pos Drilon Ajrizi, Drilon urime fillimisht për këtë trofe pas trofe, unë nuk po dini të ndaleni, çka vendosi në këtë seri finale? Po, me thonë drejtën, ka qenë një kampionat me të vërtet shumë i vështirë, një kampionat kogja i nivelizuar. Ka po shumë skuadra që kanë mujtë me fitu titullin e kampionit, po ja që gjuha e kampionit do të kupën më mësu. Kështu që kanë ku më mësu dhe gjuhën e kampionit. Kogja kjo fjallë e madhe për kundërshtarët, cila qysh është kjo gjuhë? Edhe neve nga ka shku kogja gatë deso e këna mësu, kështu që tash e këna mësu, e tjertë le presin deso të mësojnë. Si i vlerëson ndeshjet kundër Bashkimit, si ka qenë rivaliteti dhe çka ishte që mund të themi sonte që e tha fjalën kryesore? Po, ta thënë drejtën e këmë thonë në nësi herë që Bashkimi ka skuadër shumë të mirë, po ja që përvoja në mes tyne nuk është. Kështu që na dillën këna me shku në Prizren dhe pikafën është ta na dhirë treneri tyne. Se ka thonë që shtë, ta është të këshirëm apë na dhirë, që na dhirën e pi premtej që këmë shkue. Kry Drilon, ndështë asni kafe ju në Prizren, po tonë në asis na shijem që të shish. Atëherë ishim me Drilon Ajrizin, për pak qaste du t'jemi, po besoj edhe me trajnerin Beqerakish, por edhe me lojtarët tjerë.